e kishin paralajmëruar, por edhe kërcënuar. Megjithatë, presidenti serb Aleksandar Vučić nuk i kishte përfillur dhe kishte marrë pjesë në festimet për ditën e fitores në Moskë. Vizita e tij ishte kritikuar nga kryeministri polak Donald Tusk, si dhe nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas, e cila ka thënë se kjo nuk kishte kaluar parë në sy. Nga një këndvështrimesh pozitive që ushtria serbe nuk merr pjesë në paradë, kjo do të kishte qenë edhe më problematike. Megjithatë, të shkosh atje për krah Putinit, ndërkohë që ai është i përfshirë në një luftë aktuale, lufta më e madhe në Europë që nga lufta e dytë botërore, mbetet një çështje që prek ndërgjegjen e secilit u shpreh Kallas. Gjërsa u mendua për sanksione ndaj Serbisë e Vučićit për vizitën e tij në Moskë, një gjë e tillë as nuk u bë, por edhe u ftua pothuajse pas një javë dhe mori pjesë në samitin e Komitetit Politik Evropian në Tiranë. Madje në një fotografi që u bë pas një darke jo formale në Tiranë mes liderëve të BE-s dhe kryetarëve të shteteve të Ballkanit Perëndimor, në prag të samitit, Vučići shihet në mes të fotografisë i buzëqeshur. Gazetari i medias gjermane Barit Cani, duke komentuar fotografinë, madje thotë se Vučić shihet pa fije pendimi e ndëshkimi. Von der Leyen ka publikuar edhe këtë foto, ku Vučić zgjerohet, pothuajse mu në mes të fotografisë dhe bie në sy kënaqësia e tij, pa fije pendimi e ndëshkimi për shkeljen e rregullave dhe kërkesave të kryetarëve të BE-s, që tani mos shkojnë në Moskë. Kishte shkruar Cani. Vučić me një mburrje u pa edhe gjatë pritjes nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe gjatë samitit duke lënë të kuptohet se Serbia po përkëdhelet ende. Pse vazhdon kjo përkëdhelje dhe pse Vučić nuk u bojkotua nga Rama dhe lideret e tjerë të BE-s? Politologu Ramadan Gjanaj thotë se BE konsideron se është më mirë që Vučić të jetë në tryezë. Sipas tij edhe Rama ndjek një qasje të ngjashme. Pjesëmarrja e Vučić në samitin e Komunitetit Politik Evropian pasqyron politikën europiane të mbajtjes së dialogut të hapur edhe me aktorët e vështirë. BE-ja konsideron se është më mirë ta ketë Vučićin në tryezë për ta ruajtur një kanal komunikimi, sidomos në këto kohë tensionesh rajonale dhe lufte të Ukrainës. Edhe Edi Rama ndjek një qasje të ngjashme të stabilitetit rajonal dhe shmang përplasjen e drejt për drejt, duke parë dialogun si më të dobishëm se sa izolimin. Kjo është më shumë një diplomaci pragmatike se sa një mbështetje politike, deklaron Gjanaj. Sipas tij, pjesëmarrja e Vučićit në samit është më shumë domosdoshmëri strategjike se sa një mbështetje reale apo politike. Po, mund të thuhet se Serbia ende përkëdhelet deri diku nga disa qeveri europiane, por kjo duhet parë me nuanca. Vetë fakti që samiti i Komunitetit Politik Evropian po mbahet për herë të dytë në Tiranë dhe jo në Beograd, tregon qartë se BE-ja nuk ka asnjë synim të legjitimojë plotësisht pozicionin e Serbisë. Bashkimi Evropian mban dialog me Vučićin për arsye pragmatike dhe gjeopolitike për të kufizuar ndikimin rus në Ballkan, por pa i dhënë Serbisë ndonjë privilegj simbolik apo diplomatik. Pjesëmarrja e Vučić në këtë format është më shumë një domosdoshmëri strategjike se sa një mbështetje reale apo politike, edhe pse kjo krijon zhgënjim të madh në Kosovë dhe në rajon, përfundon politologu. Para mbajtjes së samitit, Vučić deklaroi se aty do të përfaqësojë interesat e Serbisë. Diskutojmë sfidat më të rëndësishme me të cilat përballet komuniteti ynë, paqja, siguria, stabiliteti demokratik dhe e ardhmja e Europës, dhe këtë herë kam nderin të përfaqësoj interesat e Serbisë në përputhje me politikën tonë të vendimarrjes së pavarur dhe përgjegjësisë strategjike. Unë besoj se deri në fund të vitit mund të bëjmë shumë dhe të përparojmë në rrugën europiane dhe se ekziston një shans për të rizgjuar shpresën në Serbi për një të ardhme europiane. Gjithashtu flasim për vendin e Europës në botën e re dhe si ta shohim realitetin në kohë sfiduese dhe të marrim vendime në një mënyrë të menduar, mirë dhe afatgjatë. Mundësitë në Europë po ndryshojnë, gjë që na jep një mundësi shtesë për të përparuar në Europë, por gjithashtu na lejon të punojmë fort me partnerë të tjerë. Mesazhi im kryesor mbetet i njëjtë. Ne kemi nevojë për bisedime, llogaridhënie dhe një paqe të shëndetshme. Për Serbinë, paqja nuk është vetëm një zgjidhje, por edhe një detyrim, dhe ne nuk do të lëkundemi në këtë rrugë, kishte shkruar Vučić. Por Vučić nuk e kishte pritur përfundimin e samitit. Ai pa përfunduar punimet ishte larguar përkundër pritjes së ngrohtë nga kryeministri shqiptar Edi Rama. Analistin e gjatë Haziri thotë se bloku evropian ka standarde të dyfishta.
Sipas tij, Serbia po shfrytëzon një politikë si me BE-n ashtu edhe me Rusinë, dhe kjo po tolerohet. Pjesëmarrja e presidentit Vučić në samitin e Komitetit Politik Evropian në Tiranë, por edhe mungesa e një shëndimi të qartë nga Brukseli për vizitën e tij te Putini, si dhe fakti që Serbia është një nga vendet që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë, nxjerr në pa jo vetëm standardet e dyfishta të bllokut evropian, por edhe pafuqinë e vendimarrëse së përbashkët për shkak të divergjencave mes anëtarëve të tij kur bëhet fjalë për politikën e jashtme ndaj Rusisë. Kjo situatë, natyrisht, po shfrytëzohet nga Serbia, e cila vazhdon të ndjek një politikë të dyfishtë, si me BE-n, ashtu edhe me Rusinë, e madje më shumë me këtë të fundit, dhe siç po vëret, kjo politikë jo vetëm që po tolerohet, por në një farë mënyrë edhe po shpërblehet nga Brukseli përmes financimeve të projekteve dhe ndihmave të tjera ekonomike për Serbinë, deklaron Haziri. Ai përmend mbështetësit më të mëdhenj të politikës së presidentit serb Vučić, gjërsa shton se Rama kishte vetëm rolin e Nikoqirit. Me një fjalë, Serbia ka gjetur aleatët e saj brenda bllokut evropian, siç janë Hungaria e kryeministrit autokrat Viktor Orban dhe Slovakia e kryeministrit prorus Robert Fico, të cilët janë mbështetësit më të mëdhenj të politikës së presidentit serb Vučić, ndërsa sa i përket kryeministrit Rama dhe samitit të mbajtur në Tiranë, ai kishte vetëm rolin e Nikoqirit dhe jo ndonjë rol vendimarrës në këtë organizim. Si i tillë, nuk ishte në dorën e tij të merrte masa apo të ndikonte në pjesëmarrjen e presidentit serb Vučić në këtë samit, përfundoi Haziri.